Ministri i Transportit Edmonda Gjenasto ka vizituar një pikë servisi automjetesh në Tiranë për të inspektuar më nga afër punën e tyre dhe kriteret që ata plotësojnë. Ministri gjatë këtij inspektimi ka prezantuar të gjitha kriteret e vendosura nga ana e Ministrisë për këto pika servisi. Lufta kundër informalitetit fion të mbetet një ndër prioritetet e kësaj ministrie, dhe Gjenasto theksoi se është përgatitur një paketë ligjore në kuadër të kësaj të fundit. Ministria e Transporteve dhe infrastrukturës ka përgatitur dhe që do të futet në fuqi besoj brenda 2 javëve, për sa i takon kritereve të licencimit të autoserviseve, të riparimit të automjeteve, të tregtimit të pjesëve, në kuadër të luftës kundër informalitetit, në kuadër të përmirësimit të ndjeshëm të sigurisë dhe të garancisë së shërbimit që ofrojnë autoserviset në Shqipëri. Një arsye tjetër shumë e rëndësishme është për të mbrojtur mjedisin. Kam vendosur kritere gjithashtu për cilësinë e të punësuarve në këto autoservise. Një paketë e tillë do sjellë një siguri shumë më të madhe në transportin e qytetarëve. Do të jetë një siguri shumë e madhe për vetë qytetarët. Ministri shtoi se tashmë për të hapur një pikë servisi duhet që këta të fundit, përveç se të pajisen me një licencë nga Qendra Kombëtare e Licencimit, u duhet të plotësojnë të gjitha kriteret e bëra të ditura nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës.